Vjosa ka kaluar në orët kritike. Qysh në orët e para të mëngjesit të kësaj të njëjtëje, strukturat më të larta të shtetit dhe të pushtetit, të mbështetur edhe nga autoritetet e qeverisë dhe emergjencave civile, ishin në teren për të bërë të mundur ndarjen e detyrave dhe zbatimin e planit operacional. Lumi Vjos kaloi çdo pritshmëri, ndërsa niveli arriti në 9 metër mbi nivelin e detit, duke mundësuar daljen nga shtrati në një situatë të jetë të vështirë në të pakta të shënuara vitet e fundit. Autoritetet më të larta, drejtues të policisë së qarkut të Vlorës dhe strukturat e ushtrisë u mblodhën në zonën pranë basenit për të bërë edhe hartimin e planit të punës për të evidentuar situatën e lumit, e cila ishte kritike. Në gatishmëri ishin edhe mjetet e ushtrisë si dhe gomonet për të ndërhyrë sipas rastit me mbështetjen e policisë së qarkut të Vlorës. Policia e qarkut të Vlorës dhe ushtria zbarkuan Novosel, ndërsa rreshjet dhe rritja e nivelit të lumit nëpërmet dhe me Maliaj ishin lajme jo të mira deri në mesditë për Novoselën dhe fshatrat e saj. Novosela ka kaluar pikën kritike, ndërsa niveli i Vjosës ka arritur në 9 metër mbi nivelin e detit. Situata avion të jetë ende problematike, ndërsa orët në vijim do të jenë të vështira. Autoritetet më të larta të qeverisë, shtetit dhe të pushtetit janë stacionuar këtu në Novosel, në drejtimin e ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu, ndërsa çdo gjë është gati për të ndërhyrë në raste emergjencash. Mëngjesi ka nisur me njoftimin e banorëve të zonës për sa i përket rrezikut që paraqitet në këtë situatë, ndërsa edhe mjetet e evakuimit janë pikërisht në këtë zonë. Në rast rreziku do të ndërhyet për të bërë të mundur shpëtimin e jetëve, pasi jetët janë me shumë rëndësi në një situatë të tillë emergjente. Duke qenë se rreshjet me intensitet vijojnë në zonën e Përmetit dhe niveli i Vjosës është rritur edhe aty, pritet që kjo gjë të reflektohet në orët në vijim edhe në Novosel, duke sjellë një situatë problematike. Fshati Bishan dhe Fitore ishin më të rrezikuarit, ndërsa nëse uji ka përcen shinat e trenit rrezikon edhe Novosela. Me kalimin e orëve, situata në njësinë administrative të Novoselës përndohet si pasojë e rritjes së nivelit të ujit, duke krijuar rrezik për banorët dhe pronat e zonës. Prefektura e qarkut të Vlorës, Bashkia, si dhe strukturat përgjegjëse të emergjencave civile, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe forcat armatosura kanë angazhuar të gjitha kapacitetet e nevojshme në teren dhe ndodhen në gatishmëri të plotë për të asistuar banorët si në rast të nevoje për evakuimi, ashtu edhe në marrjen e masave të duhura për shpëtimin e sigurisë së aktive. Ndërkaq janë marrë masa edhe për furnizimin me energji elektrike dhe ujë të pijshëm. Si pasojë e daljes së lumit Vjos nga shtrati, stacioni numër 6 i ujësjellësit të Novoselës u përmbyt, ashtu sikundër edhe stacioni i ujësjellësit në Trevllazër, ndërsa stacioni qendror i Novoselës, i cili i furnizon me ujë banorët, ka patur probleme me energjinë elektrike.